Elhamdulillahi wahda wa salatu wa salamu ala men la nabiyya ba'du. Xhamat, prej këtyre ajeteve që i lexuam, e kuptuam se përgjegjësia ynë vjen mbi supet tona. Ne personalisht do të pagojmë atë që e kemi bërë. Nëse bën të keqen, dije se paguam me të keqen, qoftë dynjë, qoftë në ahiret. Nëse e bën për të mirë, e pagon dynjën në ahiret me shpërblim. Prandaj, Allahu Xhaleshanuhu nuk të hanë hapun tënë. E bën e të mirën, nuk i shtohet Allahut asgjë, por ty të shpërblim. E bën e të keqen, nuk i mungon asgjë Allahut, por Allahu të dënon. Prandaj, dije se shumica e njerëzve nuk e di. Ata ka prej tyre që bëjnë të mirën dhe dojnë me alarmu dhe mendojnë se Allahu kishte nevojë për të ta bënë atë mirën. Kurse ai i shkreti nuk e din se Allahu është i pasur dhe nuk ka nevojë për të. Por në ditën e Kiametit ai do ta kuptojë se Allahu nuk kishte nevojë për të. Ajo ishte për veten e vet. Edhe mëkatari do ta kuptojë se kam gabuar, po si kur të kisha bërë ndonjë punë të mirë, unë do të isha ai që do të më shpërbleje mua Allahu. Prandaj dijeni se Allahu Xhaleshanuhu ai ta fali shpirtin dhe ai ta mësoi tyre të keqen, po dhe të vëshmëri. Zirë. Allahu është betuar duke thënë në Kur'an: وَالنَّفْسِ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Që do të thotë pasha shpirtin dhe atë që e përsosi atë. Allahu ta krijoi shpirtin dhe e përsosi. E ja mësoi atij shpirtit të keqen dhe ja mësoi devotshmërinë. Prandaj nëse Allahu ta mësoi të keqen dhe devotshmërinë, pse e zgjodhet të keqen? Sepse nëse shpirti yt nuk është edukuar me Islam, me Kur'an, me fejen, me bazën, atëherë ti shkon nga e keqja. Dhe shpirti është i këtij lloji. Inna an-nafsa la'amaratun bis-su'. Vërtet, shpirti anon nga e keqja. Prandaj, të keni kujdes dhe të vazhdojmë të kontribojmë, të kuptojmë se ne kemi obligim për veten tënë të edukohemi, të mësohemi. Ne duhet të sakrifikojmë, të lodhemi, të punojmë. Ne duhet të angazhohemi. Ne duhet të kërkojmë besimin, udhëzimin. E kemi personalisht për veten tonë. E mos prit prej hoxhës asgjë. Hoxha vetëm mundet me ta sqaru ashtu siç është në Kur'an, ashtu siç është në Sunet. Kurse ytja është ti ta angazhon veten. Prandaj e lutim Allahun Xhaleshanuhu të jemi prej atyre që të kthehemi tek Allahu Xhaleshanuhu, të i drejtohemi Allahut ditën e Kiametit, që të na pranojë Allahu Xhaleshanuhu dhe të jetë i kënaqur me neve, me shpirtin tënë. Tha Allahu Xhaleshanuhu me ata që janë, për ata që janë të mirë e që është i kënaqur me shpirtin e tyre. Sa ja ayyatuha an-nafsu al-mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya. Që do të thotë, o ti shpirti qetësuar,
Ktheu te Zoti yt i kënaqur, dhe t'jesh i pranuar prej tij. A ka dikush që nuk e do të? Secili e do. Por eduko vetën, shpirtin tënd, e ke për vete, e Allahu të pranon dhe është i kënaqur prej teje, nëse ti në dynja jep për atyre që e fitove këtë shpërblim të Allahut. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi